Për mijëra vjet, njerëzit kanë ngritur syt drejt qiellit dhe kanë vrarë mendjen se çfarë fshihet përpara tyre në jetën tjetër. Nga natyra, shpirti ynë dëshiron një përgjigje për atë që mbase është misteri më i madh i jetës. Se çfarë na pret kur të kalojmë derën për në botën tjetër. Por Perëndia nuk i fshet detajet për vendin ku do të jetojmë përjetësisht. Shikoni në fjalën e Perëndis dhe do të shihni një copës të parajsës, rrugë më të shndritshme se ari. Froni vezulluesi Perëndis dhe shtëpia e përjetshme e Jezus Krishtit. Të gjitha detajet madhështore janë shkruar në faqet e shkrimit. Si do të duket parajsa? Si do të shkojë shpirti ynë aty? A do të ribashkohemi me të dashurit tanë kur të shkojmë aty? Dhe si do të duket trupi ynë për gjithë përjetësinë? Këto janë vetëm një pjesë e vogël e gjërave që mund të dimë për përjetësinë, që na premtohet se do të jetë një vend përtej ëndrave tona më të çmendura. Ju mjafton vetëm që të hapni Biblën dhe të zbuloni se brenda saj Perëndia po na zbulon misteret e parajsës. Tani po ju lëm me mikpritësin tuaj dhe mësuesin e Biblës, Dr. David Jeremia. Një komedian i njohur raportohet të ketë thënë: "Unë nuk kam asgjë kundër vdekjes. Thjesht nuk dua të jem aty kur të ndodh." Ai jo vetëm që do të jetë aty kur të ndodh, por ai do të jetë aty edhe pasi të ndodh. Pra ai do të jetë diku. Dhe pyetja që lind është: ku? Ku shkojnë njerëzit kur vdesin? Kjo është tema që do të shërtojmë sot, teksa vazhdojmë me serin tonë të zbulojmë misteret e parajsës. Disa njerëzve nuk u pëlqen të flasin për vdekjen sepse nuk e dinë se çfarë ndodh pas saj. Pasi ta ndiqni mesazhin e sotëm të titulluar "Ku janë ata tani?", do të dini se çfarë thot Bibla për dy destinacionet e përjetshme të njerëzimit dhe se si të zgjidhni atë që quhet parajsë. Ky është mesazhi pas pak në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Një varrez në Indiana ka një gur varri që është më shumë se 100 vjeçar, në cilin shkruhet ky epitaf, ja se si është: "Ndalo o i huaj, para meje e ri, unë isha dje ashtu si që je ti tani. Si që jam unë sot, ti do t'jesh një mot, përgatitur për vdekjen dhe a më ndjek dot?" Dhe një djalë i ri që kaloi aty pranë shtoi disa rreshta poshtë poezisë. Ja se çfarë kishte shkruar ai: "Të ndjek ty mendjen se kam dar derisa të mësoj rrugën që ke marrë." A kam të drejtë? Këtu kemi një epitaf vërtet bukur, apo jo? A e dini se ekziston një organizatë e quajtur Telegrame nga jeta tjetër, që ofron shërbime për të dërguar mesazhe të vdekurve, dhe mënyra se si e bëjnë këtë është se këto mesazhe u japin të smurve me smundje të pashërueshme, të cilët premtojnë se do t'i çojnë këto mesazhe sapo të kalojnë në jetën tjetër. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, në kontratë shkruhet dhe i paralajmëron klientët se nuk mund t'ua garantojnë se mesazhi do të arrijë, sepse e vërteta është se telegramet nga jeta tjetër deklaron qartazi se askush nuk e di se çfarë ndodh kur dikush vdes. Alexander Stewart ka thënë se ka dy gjëra që shumica e njerëzve duan t'i dinë për të dashurit që kanë vdekur. Numri 1, se ku ndodhen ata, dhe numri 2, si po u shkojnë gjërat e tyre. Ku ndodhen ata tani? Kjo është një pyetje që shumë njerëz ma kanë bërë kur kam qenë këshilltar vajtimi. Ku ndodhen ata tani? Me sa duket, edhe në kohën e dhjetës së re kanë jetuar njerëz të cilët kanë qenë po kaq në merak për këtë pyetje sa edhe ne. Ju kujtohet kur Pali u shkroi besimtarëve në Selanik? Dhe ai po u shkruante për shkak të pyetjeve që ata kishin në mendje. Tek 1 Thesalonikasve 4:13 lexojmë këto fjalë: "Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë." Tani ai nuk e kishte fjalën për ata që kishin rënë në gjumë, siç biem të flem në natën. Të fjeturit është një term i zbutur për vdekjen e një besimtari. Përdoret shpesh në shkrim për të përshkruar një krishter që vdes. Ja një shembull, a ju kujtohet Lazari, i cili u ngrit nga varri? Te Gjoni 11:11, Jezusi thot kështu për Lazarin, mbasi i tha këto gjëra shtoi mikun ton Lazarin, e ka zënë gjumi. Lazari nuk po flinte, ai kishte vdekur. Ai kishte 4 ditë që ishte në varr.
Kur Stefanin e vran me gur, ju kujtohet se çfarë na shkruhet e veprat në kapitullin e 7, gjithmonë më duhet të ndaloj dhe ta them këtë, se ata që luan me gur dhe fjala që përdoret nuk ka të kuptimin që ne i japim në kulturën e sotme, por shoh që shihni njëri tjetrin. Prandaj bëj mirë që ndroj dhe ta shpjegoj këtë. Ata që luan me gur Stefanin dhe ai vdiq apo jo, a jeni gati? Dhe Biblia na thot, atëherë ran gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë, o Zot, mos u ngarko atyre këtë mëkat. Dhe si tha këtë, fjeti, ai vdiq. Dhe për Davidin në 10 vjetër, ne lexojmë për to në librin e veprave, na thuhet mbasi zbatoi këshillin e Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet dhe pa kalbje. Pra në 10 e re, shpreha rani gjum, kur i referohet një krishteri, nënkupton vdekjen dhe përdoret një fjalë që është vërtet interesante, është fjala koimao dhe ka kuptimin të shtrihem. Është e njëjta fjalë që përdoret për një njeri që po flen në një hotel për vetëm një natë dhe që ditën tjetër do të çohet dhe do të vazhdoj udhëtimin e tij. Është një panoramë e bukur për atë që i ndodh trupit të një besimtari. Kur ai vdes, trupi i tyre shkon të flerë, pra vendoset në një hotel duke pritur kohën kur të ndodh ringjallja. Tani, sa herë që njerëzit më bëjnë pyetjen ku janë ata tani, gjëja e parë që duhet t'u them është se është e qartë që trupi i tyre është në gjumë, që trupi i tyre ka vdekur dhe se ai është në varr. Çdo herë që kalojmë afër një varreze, na kujtohet se çfarë ndodh trupit të një njeriu kur ai vdes, trupi i tyre shkon në varr. Nuk është kjo çështja. Çështja lidhet me njeriu e vërtet, sepse të gjithë dimë se trupi nuk është njeriu i vërtet. Trupi është thjesht shtëpia në cilën jeton njeriu i vërtet. Trupi është guacka në cilën qëndron një njeri. Prandaj kur ky trup shkon për të fjetur dhe shkon në varr, çfarë mendoni se ndodh me njeriu e vërtet? E po, si me të gjitha problemet që kemi, nëse do ta studiojmë Biblën, kemi për ta zbuluar. Vetëm fjala e Perëndis mund na jap mësime të besueshme, dhe në mesazhin e sotëm unë dua që t'ju flas juve për 2 njerëz, 2 vende dhe 2 parime. Dhe nuk do ta kemi të vështirë që ta kuptojmë 2 njerëz, 2 vende dhe 2 parime. Në mënyrë që ne të gjithë së bashku të mund ta kuptojmë këtë temë, dua që të më bashkoheni për të rishikuar një pasazh të shkrimit, të cilin shumica prej nesh e njohin, është në kapitullin e 16 të librit të Lukës. Këtu në kapitullin e 16 të Lukës na flitet për një histori, së cilës zakonisht i referohemi si historia e pasanikut dhe Lazarit, apo Lazari dhe i pasuri, ku përdoret një fjalë latinisht për të pasurit. Ndërsa shohim këtë histori, do të mund të shohim këta 2 burra në një ekran të ndarë që janë në kontrast me njëri tjetrin në 3 mënyra. Ne do t'i shohim ata në jetën e tyre, do t'i shohim në vdekjen e tyre dhe do t'i shohim se çfarë ndodh me ta pas vdekjes në përjetësi. Jeni gati për këtë? Në rregull, tani së pari, le të shohim një panoramë të njeriu të pasur dhe të Lazarit gjatë jetës së tyre këtu. 2 njerëz me kontrast në këtë jetë. Luka 16:19-21 thot kështu: por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe për ditë kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut, madje edhe qend vinin dhe ja lipinin plagët. Njeriu i pasur kishte marrë gjëra të mira. Ai e njihte jetën e mirë. Ai jetonte çdo ditë me pompozitet. Fjala pompozitet ka kuptimin në madhështi, në shkëlqim. Ai nga jashtë ishte i pasur. Lypsi në kontrast me të ishte shumë i rëndomt. Lazari thuhet se ishte i smur dhe i uritur. Plagët e tij mund të ishin mjekuar dhe lyer me pomadën e njeriu të pasur, por në vend të kësaj, ato i lëpinin qend. Çdo ditë Lazari lihej te porta e njeriu të pasur që të lypte për pakushim. Nuk e kemi shumë të vështirë për ta kuptuar këtë, një gjë të tillë e shohim gati çdo javë, pavarësisht se ku jetojmë. Ai po shpresonte që të hidhnin drejt tij vetëm disa thërrime. Pra kjo është panorama e këtyre 2 njerëzve në jetë. I pasuri ishte i veshur me të purpurta dhe me rroba liri, kurse i varfri Lazari ishte i mbuluar vetëm nga plagët. Njeriu i pasur jetonte shkëlqyeshëm, kurse njeriu i varfër Lazari dëshironte të ushqehej me thërrimet. Njeriu i pasur me shumë shërbëtor, kurse Lazari për të kujdeseshin vetëm qend. 2 njerëzit me kontrast mes tyre në jetë. Dhe këtu mbyllet perdja për skenën e parë. Herën tjetër që i shohim sërish këta 2 burra janë në vdekje. 2 burra në kontrast mes tyre në vdekje, dhe në vargun 22 së pari lexojmë për vdekjen e Lazarit. Vini re se çfarë na thuhet, por ndodhi që lypsi Lazari vdiq dhe engjëjt e çuan në gjë të Abrahamit. Nga leximi i historisë, me sa duket Lazari vdiq më parë, kurse njeriu i pasur vdiq më vonë. Nuk kemi ndonjë referencë për varrimin e Lazarit, thjesht na thuhet që ai vdiq.
Ka shumë mundësi që trupi i tij të mos jetë varrosur, sepse në atë kohë kur një njeri i varfër që ishte lypsar vdiste, ose e çonin në ndonjë varrezë anonime, ose me shumë gjasa e hidhnin në një vend të quajtur Gehenna, që ishte emri për vendgrumbullimin e meturinave jashtë qytetit. Pra me shumë mundësi, trupi i Llazarit ishte hedhur, por Biblia na thot se vetë Llazari u qua pranë gjirit të Abrahamit. Kurse vdekja e njeriu të pasur në vargun 22 në fund të vargut na përshkruhet shumë shkurtimisht. Vdiqja dhe pasaniku dhe e varrosën. Tani nuk është e vështirë për të përfituar varrimin luksos të njeriu të pasur apo jo. Shumë eulogji, por të gjitha gjërat që kishte bërë në jetë dhe të gjitha gjërat që kishte grumbulluar nuk mund t'i shtonin një ditë më shumë në jetë. Dy njerëz në vdekje vini re kontrastin. Njëri ishte hedhur tutje si një mbeturinë e tokës, kurse tjetri ishte lartësuar dhe nderuar me një ceremoni madhështore dhe perdja mbyllet në aktin e dytë. Vazhdoni të më ndiqni? Në rregull? Tani në vargjet në vazhdim kemi mundësinë të shohim diçka që nuk do ta shohim më kurrë në Bibël dhe që nuk mund ta shohim përveç se me sytë e Zotit Jezus, i cili po na tregon këtë histori. Ju lutem, më dëgjoni, kjo nuk është një shëmbulltyr, kjo është një histori e vërtetë. Të gjitha shëmbulltyrat që Jezus i ka treguar, ai kur nuk përdori një emër specifik për një individ. Në këtë histori, ai e thret me emër njërin nga personazhet, Llazarin. Ai nuk ishte Llazari i cili e ringjalli prej së vdekurish, por ishte një njeri tjetër me të njëjtin emër, por me sa duket një njeri të cilin Jezusi e njihte personalisht. Sepse ai e tregon këtë histori si një dëshmitar okular që kishte parë jo vetëm jetën dhe vdekjen e tyre, por tani ai do të na tregojë edhe se çfarë do të ndodhë me ta pasi të kenë vdekur. Historia do të krijojë një themel për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh kur vdesin njerëzit tanë të dashur. Biblia na mëson se përpara ngjitjes së Jezus Krishtit në qiell, kishte një vend ku shpirtrat e burrave dhe grave shkonin menjëherë pas vdekjes. Ky vend ishte i përbërë nga 3 ndarje: gjiri i Abrahamit, humnera e madhe dhe Hadesi, vendi i mundimeve. Tani na thuhet se gjiri i Abrahamit është quajtur Parajs. Është vendi ku shkojnë të drejtët që vdesin. Sipas kësaj historie, është një vend ngushëllimi. Dhe vargu 25 na thot se Llazari ka gjetur ngushëllim në atë vend kur Llazari vdiq, trupi i tij shkoi në varr, kurse ai shkoi në Parajs. Biblia na thot se është një vend ngushëllimi, është një vend dashurie dhe miqësie, siç na përshkruhet Llazari në gjirin e Abrahamit. Engjëjt e çuan Llazarin në Parajs me njëherë pas vdekjes. Kur Llazari vdiq, trupi i tij shkoi në varr apo kudo ku është vendosur trupi i tij, kurse shpirti dhe fryma e tij shkuan në Parajs. Ndarja tjetër në fund të diagramës është një vend mundimesh. Ndryshe është quajtur edhe Hades dhe këtu shkojnë shpirtrat e të këqinjve kur vdesin. Njeriu i pasur që ishte shumë pompoz në jetën e tij shkoi në këtë vend. Dhe ai është një përfaqësim i të gjithë atyre që nuk e vendosin besimin e tyre në Krishtin. Ai është panorama e atyre që vdesin pa Krishtin dhe mes Parajsës dhe Hadesit. Në shkrim na thuhet se ishte edhe një humner shumë e madhe. Sipas Jezusit kishte një çarje mes këtyre dy vendeve. Dhe në asnjë rrethan nuk mund të kalosh nga njëri te tjetri, por do t'i kthehemi pas pak çastesh diagramës son, por më lejoni të theksoj pak se çfarë ndodh me këta dy burra, njëri prej cilëve vdiq dhe shkoi në Parajs, kurse tjetri vdiq dhe shkoi në Hades. Le të kthehemi te Biblia tani dhe do të vëmë re Llazarin në përjetësi në vargun 22. Tek Luka 16:22 por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e çuan në gjë të Abrahamit. Pikë së pari, ju lutem le të vëmë re se kur lypsi vdiq, Perëndia dërgoi engjëjt e tij për ta çuar atë në Parajs. Do të më pëlqente të predikoja një mesazh të tërë për këtë. Më kujtohet hera e parë kur fillova të shërbeja në përvarrime si pastor i ri, ndonjëherë vinin njerëz të moshuar dhe më binin shpatullave dhe më thoshin: "O pastor, duhet të dish që engjëjt e çuan në Parajs atë." Dhe unë mendoja, po në cilin vend e ke dëgjuar këtë? Por pastaj e lexova Biblën dhe gjeta se ku ishte në shkrim. Engjëjt na çojnë në Parajs, a e dinit këtë gjë? Dhe ka lloj arsyesh që mund t'ju them se pse. Por është një panoramë e bukur apo jo, që kur një besimtar vdes, Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta çuar atë besimtar në Parajs, dhe ja ku I kemi provat për këtë. Po Jezusi thot kur lypsi vdiq, atë e çuan engjëjt në gjirin e Abrahamit.
Por cili është kuptimi i kësaj shprehje, po gjiri i Abrahamit është një tjetër term që i referohet fjalës parajs, që është vendi ku shkonte shpirti dhe fryma e besimtarëve në dhjatën e vjetër kur ata vdisnin. Duhet kuptoni që edhe kjo histori është nga dhjata e vjetër, sepse kryqi nuk kishte ndodhur ende. Nuk duhet hyj në detaje, por duhet më ndiqni në logjik që të kuptoni se ku duhet të dalë. Lazari vdes, trupi i tij shkon në varrezat anonime në Gehena ose në fushën e mbeturinave. Por kjo nuk e ndikoi shpirtin e tij. Engjëjt erdhën dhe e morën shpirtin dhe frymën e tij dhe e çuan në gjirin e Abrahamit, në parajs. Në rregull? Tani le të shohim pak njeriu e pasur kur ai vdes, njeriu i pasur në përjetësi. Dhe vini re se çfarë thot Bibla për të. Së pari ai ndodhet në një vend mundimesh. Luka 16:23 dhe 24. Dhe duke pasur mundime në ferr, i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjit të tij. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O atë Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë, që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrsisht në këtë flak." Disa prej jush mund thonë, po ku në Bibël na thuhet se kur vdesim, nëse shkojmë në ferr aty ka flak. Po ja ku e keni atë këtu. Në këtë vend të ndërmjetëm, ky njeri ishte në mundime dhe ishte në flak. Njeriu i pasur, më dëgjoni pak, nuk ka humbur se është i pasur, ashtu si edhe i varfri nuk shpëtohet sepse është i varfër. Në këtë histori supozohet se njeriu i pasur nuk besoi te Jezus Krishti, por Lazari besoi. Dhe për shkak të besimit të tij, destinacioni i tyre është vendosur. Tani, në shumë aspekte, njeriu i pasur dhe Lazari kanë ndruar vende. Shikoni ç'ndodhi. Njeriu krenar i kohës është bërë lypsi në përjetësi. Ai i cili në jetë i mohoi të varfrit një thërrime nga tavolina e tij, tani po përgjërohet për një pikë ujë. Ai që në jetën e tij jetoi në luks dhe në madhështi për çdo ditë, tani do të ishte i lumtur edhe vetëm me një pikë ujë për të freskuar gjuhën. Ai është në një vend të mjerueshëm. Së dyti vini re se ai është në një vend ku ka kujtime. Kjo është diçka që është diçka e re për shumë njerëz. Luka 16:25, por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të këqijat. Tashti përkundrazi, ai po përdullehet dhe ti vuan." Vargu 25 na tregon se Hadesi është një vend ku do të kemi kujtes. Ai e ngre vështrimin lart dhe sheh Lazarin dhe është i vetëdijshëm për atë që ka humbur. Dhe përgjatë përjetësisë, kjo do të jetë një rishikim i vazhdueshëm dhe pambarim në mendjen e tij, që ai e pati një mundësi dhe që mund ta kishte pranuar, por ai nuk e bëri. Ai është një vend mjerimi dhe një vend kujtese. Dhe së treti, ai është një vend vajtimi. Tani përfaqësuesi të humburve, të cilët tani janë në Hades, është ky njeri i pasur. Ai është i gjallë, ai është i vetëdijshëm, ai zotronte të gjitha aftësitë e tij, kujtesën dhe ishte në mundime. Tani e di që nuk keni ardhur të më dëgjoni të flas për këtë, por po ju them që të kuptoni pjesën tjetër të historisë. Këtu kemi dy njerëz, tani dua që të shohim se kemi dy vende. Le të shohim se çfarë ndodh, dhe më lejoni t'ju shoqëroj nëpër shtjellimin se ku ndodhen ata tani. Së pari kemi një ferr të ndërmjetëm, një vend që nuk është ferri përfundimtar, por është ferri në një mënyrë të ndërmjetme. Më dëgjoni. Për sa u përket të vdekurve të pashpëtuar, ata do të vazhdojnë të jenë në këtë vend të quajtur Hades, ferrin e ndërmjetëm, deri në një kohë të caktuar në të ardhmen. Tani le të shohim diagramën. Në ditën e gjykimit e fronit të madh të bardh, Hadesi do t'i dorëzojë ata dhe do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Mund thoni, ku është kjo? Po dua që të lexojmë së bashku Zbulesën kapitulli 20, vargjet 13 dhe 14. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi i dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Tani le ta shohim pak këtë, ja se çfarë ndodh. Kur një njeri sot vdes dhe ai nuk e njeh Jezusin, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkon në Hades. Një ditë mbas gjykimit, sipas shkrimit, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit, që është dhe ferri përfundimtar, ku do të ketë ligështim, qarje dhe vajtim për jetë të jetëve. A besoj unë në ferrin e përjetshëm? Më lejoni t'ju them se nëse nuk ka një ferr të përhershëm, nuk mund të ketë një parajs të përhershme, sepse Bibla flet shumë më tepër për ferrin në Dhjatën e Re sesa për parajsën. Ekziston një vend i tillë dhe është një vend ku askush nuk do donte të shkonte. Mund thoni, unë nuk e besoj këtë. Sikur duke mos e besuar, do të bëni që të mos ekzistonte. Miqtë mi, e besoni apo nuk e besoni këtë, sërish mbetet e vërtet. Dhe do të jetë një vend ku
siç mund ta shihni, nga njeriu i pasur nuk do donit kur të shkonit dhe nuk do donit të shkonin as njerëzit që doni. Në rregull? Ferri i ndërmjetëm. Tani le të shohim pak qiellin e ndërmjetëm, parajsën. Çdo besimtar, dhe për këtë duhet të mendojmë me kujdes, çdo besimtar që ka vdekur përpara ngjitjes së Krishtit ka shkuar në parajsë. Por kur Jezusi vdiq në kryq, u varros dhe pastaj u ringjall, në ditën kur ai u ngjit në qiell, diçka ndryshoi dhe dua që të shohim pak tek Efesianëve, kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç sa ai më parë edhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ja se çfarë na thot Bibla, kur Jezusi u ngrit pas vdekjes së tij, ai shkoi në tokë dhe e burgosi burgosjen. Ai shkoi në parajs dhe i mori të gjithë njerëzit që ndodheshin në parajs dhe pastaj i mori ata me vete deri në qiellin e tretë. Parajsa nuk është më një vend i ndërmjetëm, parajsa është me Perëndin në qiell. Jezusi i mori të gjithë ata që ndodheshin në parajs, të gjithë shenjtorët e djatës së vjetër, të gjithë ata që vdiqën dhe besuan te Perëndia para ngjitjes në qiell. Kur Jezusi vdiq në kryq pas vdekjes së tij, ai shkoi në parajs. Mund thoni, ku e diti që Jezusi shkoi në parajs? Më bëhet qefi që më pyetët. A ju kujtohet se çfarë i tha hajdutit në kryq kur vdiq? Çfarë i tha atij? Sot, Luka 23:43, sot ti do të jesh me mua ku? Në parajs. Nga e dim ne që parajsa nuk është më aty ku ishte. E po më bëhet qefi që ma bët edhe këtë pyetje. Le të kthehemi edhe të kujtojmë pak tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargjet 2 dhe 4. Ju kujtohet se çfarë tha Pali për vegimin e tij? Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Ku është qielli i tretë, miq? Është në veri, aty ku është Perëndia apo jo? Në rregull? Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajs. Ku është parajsa? Është në qiellin e tretë. Si shkoi aty? Kur Jezusi u ngjit në qiell, e mori edhe parajsën. Ai e mori atë në qiellin e tretë. Prandaj tani, ku ndodhen ata? Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, shkon të fler. Por shpirti i tij nuk shkon të fler. Nuk ekziston gjumi i shpirtit. Më lejoni t'ju them diçka mi, qofshit krishterë apo jo, ju do t'jeni gjallë në një vend të caktuar për jetëve. Shpirti juaj nuk flet, trupi flet, kurse shpirti dhe fryma shkojnë në parajs, që është në qiellin e tretë. Por mes këtyre dy periudhave, kur një njeri ka vdekur në 10 vjetër, shpirti i tyre shkon Hades, kurse trupi në varr. Gjatë gjykimit të fronit të madh të bardh, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe për jetëve s'ka më shpresë. Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkojnë në parajs, por Perëndia i jep një trup të ndërmjetëm, që ai të mos jetë i zhveshur nga tani deri në ditën e ringjalljes. Dhe në ditën e ringjalljes, trupi i tij do të ngrihet nga varri dhe në një çast të vetëm do të transformohet në trupin e përjetshëm qiellor dhe së bashku do të jemi me Zotin. Tani, ishin shumë gjëra, apo jo? Por më lejoni t'ju them se ka një mënyrë për t'u përballur me këtë dhe është shumë e thjeshtë. Është gjëja e fundit që dua t'ju them tani. Pra ne kemi folur për 2 njerëz dhe për 2 vende. Tani dua që t'ju jap 2 parime që më gëzojnë pa mas. Më pëlqen teologjia, siç mund të dalloni, dhe kur më del diçka për të cilën më duhet gjej një përgjigje, studioj derisa ta gjej. Dhe dini ç'kam zbuluar? Kur nuk kam patur ndonjë pyetje për cilën kam bërë kërkime dhe nuk e kam gjetur përgjigje në shkrim. Tani unë e di me siguri se çfarë ndodh me një njeri kur ai vdes, se ku shkon ai, si ekziston ai dhe se çfarë po ndodh tani. Por të gjitha këto, sado të mrekullueshme që të jenë, nuk janë gjërat më të rëndësishme. Më lejoni t'ju them se çfarë kam zbuluar. Dhe nuk e di nëse mund t'ju them të gjitha këto pa u emocionuar. Pasi u zhyta në të gjitha këto pasazhe për shtëpinë e përkohshme dhe të përjetshme të besimtarit, një vërtet kërceu që nga shkrimi trete në zemrën time. Parajsa dhe qielli dhe Jeruzalemi i ri, ose çfarë do emri që të përdorni për ta përshkruar atë vend, është dytësore në krahasim me këtë. Parajsa është aty ku është Jezusi. Parajsa është të jesh me Jezusin. Dhe këtë të vërtet
duhet ta shkruajmë në ndonjë banderol, sepse është ngulitur në zemrat tona pa pushim dhe përjet, dhe vëbas që nuk e keni parë shumë herë që është aty, sepse në një farë mënyre na fshihet aty në fund të pasazhit. Por më lejoni t'ju tregoj se çfarë na thot shkrimi dhe pastaj do ta kuptoni. Po nuk e di nëse e kuptoj plotësisht çdo gjë që na tha sot pastori Jeremia për parajsën e ndërmjetme dhe parajsën e përhershme, por një gjë e kuptoj, që kur unë të vdes do të shkoj t'jem me Jezusin. Amen. Më ndiqni pak. Gjoni 14:3. Dhe kur të shkojet ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje. Pse? Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Nuk ka lidhje me vendin, por me personin. Kur Jezus i dha sigurinë hajdutit në kryq, çfarë i tha i atij? Ai tha, sot do të jesh me mua në parajsë. Parajsa është dytësore. Pali e shpjegoi vdekjen me këto fjalë. Ja se çfarë tha ai, por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin, që nuk e kanë tani në parajsë, ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me kë, me Zotin. Kur Pali u shkroi Filipianëve në lidhje me vdekjen e tij, ja se çfarë u tha, sepse unë jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të shkoj ku në parajsë, jo, dhe të jem bashkë me Krishtin. Na thuhet herë pas here. E keni vënë re këtë? Nuk ka shumë lidhje me parajsën, por ka lidhje me Jezusin, që t'jemi me të. Sa prej jush janë dakord me mua, se kudo që t'jetë, nëse ai është aty, unë jam në rregull. Amen? Kudo që ai t'jetë, kudo që t'jetë. Sepse është ai që vdiq për mua, është ai që më shpëtoi mua, është ai që më dha mua jetë, përtej asaj që e meritoj. Dhe nëse doni të thoni vetëm se doni që t'jeni me Jezusin. Gjithçka është në rregull. Më merr me vete, kudo që t'jetë. Thjesht më merr të jem me Jezusin. Amen. Tani kam nevojë të di gjithë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Por shumë më të rëndësishme janë këto, pasi u mundua shumë që të shpjegonte detajet e rrëmbimit. I njëjti apostoll Paul përmbledh gjithçka me këto fjalë. Ai thot, pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Amen. Jam shumë i gëzuar që të di se Jezusi i cili ecën me mua çdo ditë, me cilin unë flas gjatë gjithë kohës, një ditë do të jetë me mua dhe unë do të jem me të përgjithmonë në një marrëdhënie personale dhe intime. Prioriteti i pranisë së Jezusit. Dhe më duhet t'ju them edhe një gjë të fundit, që është përhershmëria e vendimeve personale. Zoti Jezus na e ka bërë shumë të qartë që ne mund ta njohim atë dhe të kalojmë përgjithmonë përjetësinë me të. Por çfarëdo që të bëjmë ne, bëjmë mirë që ta bëjmë tani, sepse kjo është dita e mundësisë. Sot është dita e shpëtimit. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonet një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.